Për herë të parë pas 35 viteve u mbajt një takim i liderëve në të cilin u ofruan zgjidhje dhe nuk u gjeneruan konflikte. Kështu e përshkroi kryeministri Kristian Mickoski takimin e liderëve të thirrur nga ai, që zgjati plot 3 orë. Në takim përveç kryeministrit morën pjesë koalicioni Vlen me Bilal Kasamin dhe Bekim Qokun, Aleanca Kombëtare për Integrim me Ali Ahmetin dhe Rina Ajdarin, Znam u përfaqësua nga sekretari gjeneral i partisë Goran Minçev dhe Boban Karapejovski dhe Partia Levica nga Dimitar Abasiev. Kryeministri Mickoski në prononcimin pas takimit tha se për shumë çështje kanë qëndrime të njëjta, ndërsa theksoi se janë marrë vesh për shfuqizimin e qeverisë teknike, implementimin e projektit Safe City nga një shkurti dhe për miratimin e ligjeve që janë pjesë e agjendës reformuese. Predložив ovakve sredbe da se slučuvaат počesto, no istovremeno predložив i od oстанатите представници на денешната лидерска средба беше прифатено дебатата по неколку прашања за кои што денеска разговаравме да продолжи во рамките на собранието на ниво на за техничката влада. Сите денеска присутни се согласивме, имаше сугестија од еден од присутните да се направи консултација со меѓународната заедница, но генерално сите се согласивме дека техничката влада треба да замине во минатото. Kryetari i Lëvizjes Besa dhe njëherët njëri nga liderët e Vlenit Bilal Kasami u shpreh se propozimi i tyre i shprehur edhe në takim është që qeveria teknike të shfuqizohet pas mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme të rregullta parlamentare, ndërsa tregoi qëndrimin edhe për kodin zgjedhor. Kërkuam që të shqyrtohet mundësia që të ketë diaspora më shumë mundësi për të votuar, sepse ne vlerësojmë që diaspora është një kontributor i rëndësishëm i zhvillimeve veçanërisht ekonomike në vend, po ashtu edhe mundësia që të kemi lista të hapura dhe sigurisht që u diskutuan edhe disa mundësi për zona zgjedhore, por ne nuk kemi të ndërtuar ende qëndrim se... Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti për shfuqizimin e qeverisë teknike tha se do të duhet konsultimi me faktorin ndërkombëtar, gjithsesi BE dhe SHBA-n, ndërsa shtoi se për disa tema ende të pakonsumuara e kanë lënë që me kryeministrin të zhvillojnë takim tet-a-tet. Disa pika të cilat unë kam menduar që t'i vënë këtë tryez të komunikimit, mbeten që në të ardhmen të zhvillohet një takim në mes të meje dhe Kristian Mickoskit për të diskutuar dhe për të parë se çfarë zgjidhje mund t'u japim. Остатокот од прашањата за кои што и јас имав замислено да ги покренам во текот на денешната средба, се одлучи, во однос на тие прашања се одлучи дополнително да се договориме со господинот Христијан Мицковски, да се сретнеме и да дискутираме дополнително во иднина. Фалемдерит për kohën tuaj, kush ka të pyes? Благодарам за вашето време, имате ли прашања? Drejt për së drejti. Sigurisht, tet-a-tet. Sekako tet-a-tet, da. Sa i takon qeverisë teknike, qëndrimi ynë është që duhet të konsultohemi dhe me bashkautorët e sjelljes së këtij ligji, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryetari i Partisë Levica Dimitar Abasiev u shpreh se kanë rënë dakord në parim që të miratohet një kod i ri zgjedhor deri në fund të pranverës. Се дискутираше за модалитетите. Една изборна единица со или без изборен цензус, отворени или затворени листи и комуникацијата ќе продолжи на ниво на координатори на пратенички групи во собранието со некои од министрите во влада. Edhe deputeti i partisë Znam Boban Karapejovski tregoi qëndrimin e partisë për kodin zgjedhor. За нас е прифатливо и потребно ново решение со една изборна единица, што ќе обезбеди поголема еднаквост на гласот на секој граѓанин и пофер политичка застапеност.
Едновремено сметаме дека мора јасно и прецизно да се регулира финансирањето на политичките партии. Në pyetjen se pse mungon kryetari i partisë pasi ftesa ishte për takim liderësh, Karapejovski tha se Maksim Dimitrievski kishte aktivitete të akorduara prej më herët jashtë shtetit. Ndërkaq në tavolinën e liderëve mbeti e zbrazët karrika e kryetarit të LSDM-s Venko Filipçes, i cili nuk e pranoi ftesën e kryeministrit për takim.